Kripa dhe dafina dhuron pasuri në 7 ditë. Përshëndetje miq, mirë se vini në këtë video të veçantë ku do të flasim për një ritual të lashtë, të fuqishëm dhe plotësisht natyral që ka ndihmuar mijëra njerëz të pastrojnë energjinë negative, të largojnë fatin e keq dhe të hapin dyert për prosperitet, bollëk dhe mbarësi në jetë. Ky ritual bazohet në 2 elemente të thjeshtë por të fuqishëm, kripën dhe gjethet e dafinës. Në shumë kultura të botës, nga traditat e lashta mesdhetare deri te feng shui kineze, nga ritualet e lashta romake e deri te praktikat popullore shqiptare dhe ballkanike, kripa dhe dafina janë konsideruar si mbrojtës natyral kundër së keqes dhe tërheqjes të energjisë pozitive. Sot do t'ju shpjegoj hap pas hapi, me detaje të plota, pse funksionon ky ritual, si ta bëni sakt dhe çfarë gabimesh të shmangni. Nëse keni besim të plot dhe qëllime të qarta, ky ritual mund të bëhet një praktikë e rregullt që ndryshon jetën tuaj gradualisht, puna ecën më mirë, financat stabilizohen, ndjesia e rëndimit zhduket. Le të fillojmë ngadalë dhe me qetësi. Pika 1. Fuqia e kripës, pse është kaq e fuqishme? Le të flasim së pari për kripën, elementin bazë të këtij rituali. Kripa nuk është thjesht një erëz në kuzhinë, ajo është një nga mjetet më të vjetra të pastrimit energjetik në historinë e njerëzimit. Në feng shui, kripa konsiderohet si një nga elementet më të fuqishme për të neutralizuar energjitë e këqija, sidomos ato të bllokuara ose të rënda, siç quhen sha qi. Në traditat e lashta romake dhe greke, kripa hidhej mbi supet për të larguar syrin e keq. Në shumë kultura ballkanike, kripa është simbol i pastërtisë dhe mbrojtjes së shtëpisë. Ka 2 lloje kryesore që përdoren në rituale. Kripa e detit, e trash, natyrale, pa aditiv, është më e fuqishmja për pastrim të shpejtë. Hodhet negativitetin si një sfungjer, sepse vjen nga deti, simbol i pastërtisë dhe rrjedhjes. Përdoret kur ndjenje stres të madh, grindje në shtëpi ose ndjenje se diçka nuk shkon. Kripa e gurit ndihmon në balancimin e energjive yin dhe yang. Kripa e zezë ose roz krijon stabilitet, qetësi dhe mbrojtje afatgjallë. Është ideale për shtëpi ku ka pasur sëmundje, humbje financiare ose ndjenje të rëndë emocionale. Pse funksionon? Kripa ka strukturë kristalore që thyet dhe shpërndan energjitë e ngecura. Kur e përdorim me qëllim, ajo vepron si një filtr natyral. Mos e nënvlerësoni, shumë njerëz raportojnë se pas disa ditësh me krip në shtëpi, ndjejnë lehtësi, gjumë më të mirë dhe ide të reja financiare që vijnë natyrshëm. Pika 2. Përgatitja për ritualin, çfarë ju nevojitet dhe si ta përgatisni. Për të bërë ritualin siç duhet, përgatisni këto gjëra paraprakisht, krip deti e trash, blini një paketë të re, të papërdorur më parë. Mos përdorni krip të zakonshme të tavolinës me jod, ajo ka humbur fuqinë e saj natyrore. Një tas i pastër mund të jetë qelç, qeramik ose druri. Ky tas do të jetë ena e energjisë pozitive. Lajeni mirë dhe thajeni para se ta përdorni. Një objekt personal, zgjidhni diçka që mbani gjithmonë me vete, një çelës shtëpie, unaz, monedhë, byzylyk ose edhe një foto të vogël të vetes. Ky objekt do të lidhet me energjinë tuaj dhe do ta mbajë mbrojtjen pas ritualit. Përgatitja mendore. Uluni në një vend të qetë, mbyllni sytë për 2-3 minuta. Merrni frym thellë, thithni për 4 sekonda, mbajeni për 4, nxirrni për 6. Përsëriteni 5 herë. Mendoni për atë që doni të largoni, borxhe, ankth, grindje, mungesë parash. Pastaj vizualizoni atë që doni të tërhiqni, bollëk, paqe, mundësi të reja. Kjo fazë është thelbësore, rituali pa besim është thjesht veprim fizik. Pika 3. Koha dhe mënyra e kryerjes së ritualit bazë. Koha ideale, herët në mëngjes 6 deri 9 paradite, për fillime të reja, energji të freskët dhe prosperitet. Vonë në mbrëmje, pas perëndimit për të larguar stresin e ditës dhe negativitetin e grumbulluar. Shmangni orët e pikut të ditës ose kur jeni shumë të lodhur. Procesi hap pas hapi, uluni rehat, vendosni tasin para jush. Vendosni objektin personal brenda tasit. Spërkatni pak krip mbi të, jo shumë, mjafton sa të mbuloj lehtë.
Ndërsa e bëni këtë, thoni me zë të lartë ose mendërisht afirmimin tuaj. Shembuj, kript e pastër e tokës dhe detit, hiq nga unë çdo negativitet, sy të keq, fat të keq. Kthem atë që më takon me drejtësi dhe bollë. Unë jam i lirë nga borxhet, unë tërheq mundësi të reja, paraja vjen lehtësisht tek unë. Përsëriteni 3, 7 ose 9 herë, numra magjik në shumë tradita. Merrni frymë thellë dhe vizualizoni që negativiteti po shndërrohet në tym të zi që largohet, ndërsa drita e artë hyn në jetën tuaj. Ky hap zgjat vetëm disa minuta, por energjia që krijohet është e fortë. Pika 4. Hedhja e kripës, hapi më i rëndësishëm që shumica e gabojnë. Këtu vjen gabimi më i madh, mos e hidhni kripën e përdorur në kosh plehrash, lavaman apo sa. Kjo e mban negativitetin brenda shtëpisë dhe mund ta kthejë kundër jush. Mënyrat e sakta për ta hedhur, në një udhëkryq, opsioni më i fuqishëm. Shkoni në një kryqëzim rrugësh, jo shumë larg shtëpisë, hidheni kripën në tokë duke thënë largohesh përgjithmonë energji negative. Kthehuni pa u kthyer pas. Në ujë rrjedhës, lum, përrua, det apo edhe kanali i madh. Uji e merr dhe e shpërndan energjinë në boll. Në tokë larg shtëpisë, varroseni në një pemë ose në kopsht të huaj. Pas hedhjes, lani duart me ujë të rrjedhshëm dhe thoni, unë jam i pastër tani. Pika 5. Përdorimi i gjetheve të dafinës, sekreti që e bën ritualin 10 herë më të fuqishëm. Gjethet e dafinës shtojnë mbrojtje, sukses dhe manifestim. Në mitologjinë greke, dafina ishte e shenjtë për Apollon, simbol i fitores dhe profecisë. Si ta përdorni, merrni 3, 7 ose 9 gjethe të thata, të freskëta ose të paketuara. Mbi secilën shkruani me stilolaps ose marker fjalë pozitive, bollëk, fat, paqe, para, shëndet, mundësi. Vendosini gjethet pranë tasit të kripës ose rreth objektit personal për 7 ditë, një cikël i plot energjetik. Pas 7 ditësh, digjini gjethet në një enë të sigurt, jashtë ose në oxhak. Ndërsa digjen, thoni, dëshirat e mia çlirohen në univers, mbrojtja ime vuloset për gjithmonë. Hiqni hirin në erë ose në tokë, mos e lini në shtëpi. Ky kombinim kript plus dafin krijon një mburojë mbrojtëse që zgjat javë të tëra. Pika 6. Pastrimi i shtëpisë me ujë me krip për forcimi ditor. Për ta mbajtur efektin gjatë. Përzieni 2-3 lugë krip deti në një kovë me ujë të ngrohtë. Fshini 2 shemet duke filluar nga këndi më i largët i shtëpisë drejt derës kryesore, nxirrni energjinë e vjetër jashtë. Bëjeni këtë një herë në javë ose kur ndjeni rëndim. Hapni dritaret gjatë pastrimit që ajri i freskët të hyjë. Përfundim dhe mesazhi i fundit. Rituali funksionon vetëm kur keni besim të plot, mos e bëni nga kurioziteti, por nga nevoja e vërtet për ndryshim. Bëjeni rregullisht me respekt ndaj elementeve dhe do të vini re ndryshime, mendje më e qartë, mundësi të reja, stabilitet financiar. Nëse ju pëlqeu, bëni like, abonohuni dhe ndajeni me dikë që ka nevojë. Faleminderit që ishit këtu, ju uroj bollëk, paqe dhe mbarësi të madhe. Përshëndetje dhe bekime. Shihemi në videon tjetër.